Përshëndetje të dashur miq ndjekës të Muzës Letrare dhe Orës Poetike me Mimozën. Jemi së bashku sot për të uruar muajin e tetorit, muajin e letërsisë, muajin e arteve, i cili na bën bashk për të bërë pse jo akte dhurimi për të gjithë ata të cilët e duan librin, por jo shpeshherë mund t'i qasen mundësisë për ta pasur në bibliotekat e tyre. Ky është një fond i cili është përgatitur për të dërguar nga Universiteti ku unë punoj, një shkolle të mesme. Ndërto ka edhe mjaft libra dhuruar nga poet dhe bashkëpunëtor të faqes Muza Letrare. Hera herës unë ndërmarr nisma të tilla, fal gjithë bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të tyre për të zënë vend ku më mirë se sa në biblioteka. Prandaj dhe libri që kam në duar nga poetja, shkrimtarja, përkthyesja dhe editorja Angela Costa ka sjell një sasi librash të konsiderueshme për t'i shpërndarë në këtë shkolla dhe për të sjell entuziazmin edhe të mësuesve cilët edukojnë brezat e rinj. Angela Costa vjen me librin e saj Muza Botrore në Shqip, një libër i përkthyer, dhe unë kam përzgjedhur për t'ju përshëndetur në këtë muaj të bekuar me një autor nga Kina. Këtu ka autor të gjithë vendeve të botës, por nuk e di pse dëshira ime ishte për të ardhur me një poet jo europian. Doktor Tsemin Itioncaj ka një poezi të cilën unë dua ta sjell tek ju si një akt rebelizmi të poetëve. Dhe një poet kinez shprehet kështu: rënja e poetit. Mu dhe shumë kohë në fund për të kuptuar atë që po ndodh. Pse shoqëria nuk na shikon ne poetët? Nuk na shikon ne poetët. Konsiderohemi hyjnisht të frymëzuar dhe flasim për yjet dhe qiejt, ndërsa njerëzit në rrugë duan të flasim për yjet dhe vizat e bardha. Ironit tona për natyrën, për lulet, për gratë, bukuri, moralitet dhe mbështetja jonë në virtyte, si mirësia dhe ndershmëria. Asgjë nuk e pret akullin me të varfrin njeri në rrugë, të cilët i është mohuar një vakt i shumëllojshëm dhe fëmijët të cilët nuk munden të studiojnë, as nuk mund të martojnë vajzën e tij. I themi je i shfrytzuar, në shikon dhe dëshiron të di, ekziston ndonjë mënyrë tjetër? A mund t'i kuroj plagët e tij që rrjedhin? Jam elita e shoqërisë, që flasin për yjet, për lulet, për bukurinë, magjitë, dashurinë dhe gjëra të tilla, të cilat janë thjesht iluzione për njeriu. Poeti nuk ka status në shoqëri. Rastësisht etiketohen si njerëz të mëdhenj, por pjesa më e madhe e racës përfundon, duke nderuar njëri tjetrin në letër të konsumuar. Kujtoj dhe kur gjithçka filloi, mbretërit donin shakaxhin që mund t'i kënaqnin, ose poetët që mund t'i lavdronin në këmbim të disa monedhave të arta. Kohët moderne na kanë dhënë një ndjenjë përkatësie në këtë shoqëri dhe të luftojmë për drejtësi. Dhe shoqëria na mbylli bibliotekat. Poezia është i vetmi shkrim që flet për dhimbjen e njerëzve. Gjen poezi dhe letërsi në programet e universiteteve moderne. Shoqëria drejtohet nga elitat. Edhe universitetet kanë seksione elitare. Seksionet e literaturës janë liruar, është shënuar në tregtinë e teknologjisë. Pra, i dashur Willy Loman, poeti ynë në rrezik është tashmë. Simpatizanti yt dënimin me vdekje rrezikon. Megjithatë, është detyra jote ta ngresh zërin e të luftosh për drejtësinë që të shmohuar. Pra të dashur miq, jam shumë e lumtur që Angela Costa, me një sasi librash të tjerë të vëllimeve poetike, duket sikur i është përgjigjur thirrjes dhe njëkohësisht ankesës shpirtërore të poetit kinez, dhe jam e bindur edhe të gjithë poetëve të tjerë që janë në dëgjim tani, për të qenë pranë bibliotekave, jo vetëm personale, por kryesisht atyre të shkollave. Le t'i kthejmë fëmijët, studentët, nxënësit pranë dëshirës së këtij zhanri elitar siç është poezia.